I kryeministrit Rama në lidhje me asgjësimin në armëve kimike të Sirisë. Pas insertit do të rikthehemi drejt për drejt në studion e televizionit Apollon për diskutuar për asgjësimin në armëve kimike. Po. Kryeministri i vendit Edi Rama ka kthyer një përgjigje zyrtare në lidhje me mundësinë e shkatrimit të armëve kimike në Shqipëri, duke u shprehur se vendet e NATO-s janë ende në diskutim dhe nuk jemi në kushtet kur duhet të marrim një vendim. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp që ka patur me komisionerin Fyle, Rama u shpreh se ka diskutuar me sekretarin amerikan të shtetit për 30 minuta në telefon, por ende nuk është marrë asnjë vendim. Nuk jemi ende dhe mund mos jemi në pikën që na duhet të marrim një vendim. E në rast se unë do të mendoj se do të na duhet marrë një vendim, qoftë në njërën anë, qoftë në anën tjetër, pa dyshim që këtë do ta ndaj me publikun, me parlamentin, por në radhën më të parë, me vetë përfaqësuesit e protestës, por ama duke e mbështetur vendimin në fjalë ose kërkesën për të marrë një vendim mbi tërësinë shterruse të të gjithë argumentave që i duhen me të drejtë çdo shqiptari. Kryeministri i vendit tha se vendimi do të ndahet me publikun dhe me parlamentin, por ai e mbylli përgjigjen e tij për këtë çështje, duke rikujtuar se Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe se çarmatosja pa luftë e regjimit të Asad dhe ndalimi i importit të plerave janë dy gjëra që nuk duhet t'i ngatërrojë askush. Rama tha se i kujton të gjithë shqiptarëve se është në krye të detyrës për t'i shërbyer së pari interesave dhe sigurisë kombëtare. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm dhe jam plotësisht në krye të detyrës për të përfaqësuar me dinjitetin më të plotë në këtë përpjekje dhe në këtë diskutim me Shtetet e Bashkuara dhe me të gjithë tjerët, interesin kombëtar Shqipërisë